Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto çaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e Engjullit të Thënë Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. Ejo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoj ndër ne. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nën e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyn të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, ardh mbretëria jote, u bëvd vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, po vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Sot është e kremtja e Shën Marisë, nënës së hyjit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës së 6. Mbreti fort hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen me stitën. Shuaji flakët e shamatave, flakë zjarrin e dëmprurësve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëj o atër drejtësi dhe t'i birë baraz me atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e orës së 6. Maria i ruante me kujdes në zemër ngjarjet e mrekullueshme të birit të vet. Psalmi 120. Dëshira për paqe të rrezikuar prej të mbrapshtëve. Në ngushtitë e thira në ndihmë Zotin dhe ai më dëgjoi. Më shpëto Zot prej buzëve gënjeshtare, prej gjuhës qëllimisht gënjyese.
Vallë, ç'duhet të jepet, ose si të shpaguhesh o gjuhë qëllimisht gënyese, shigjeta luftëtarit të mbrehta të skuqura me gaca pishash. I mjeri unë që rri në Mosok dhe banoj në tendat e Cedarit, te përgjat jetoj shpirti im me këta që urrejnë paqen. Unë jam për paqe, por kur flas ata kërkojnë luftë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 121, Rojtari i Izraelit. Sytë e mi i qoj drejt maleve, prej nga do të më vi mua ndihma. Ndihma ime vjen prej Zotit, i cili krijoi qiellin e tokën. s'do të lejoj të merren këmbët, nuk do të kotet ai që të ruan, ja, s'do të kotet as s'do të flej ai që ruan Izraelin. Zoti është rojtari yt, Zoti është hija jote, Zoti është në të djathtën tënde. Dielli nuk do të bëj keq ditën as hëna natën. Zoti do të ruaj nga çdo e keqe, Zoti do të ruaj jetën tënde. Zoti do të ruaj vajtjet e ardhjit e tua, që tani e përgjithmonë e jetë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 122, Përshëndetje i Jerusalemit. Se që gëzova kur më thanë, ja të shkojmë në shtëpinë e Zotit, ja tashmë këmbët tona shkelen në dyert e tua, o Jeruzalem. O Jeruzalem, qytet i ndërtuar me mjeshtri, thuaj se i tëri një copë të vetme je. Atje ngjiten fiset e Zotit, sipas rregullores në Izrael për të kremtuar emrin e Zotit. Atje janë selit e gjykatores së drejtësisë, selit e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit, u prifte mbara atyre që të duan ty. Mbretëroft paqja në muret e tua dhe qetësia në pirqet e tua. Për dashurin ndaj vëllezërve e miqve të mi, do të them paqja me ty. Për dashurin ndaj shtëpisë së Zotit, hyjit ton, do të lutem t'i kesh të gjitha të mirat. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Maria i ruante me kujdes në zemër ngjarjet e mrekullueshme të birit të vet. Leximi i shkurtër i orës 6 marrë nga Zakaria profet kapitulli 9 rreshti 9a. Gëzo me gjithë shpirt, bija e Sionit, galdo bija e Jeruzalemit, ja mbreti yt po vjen te ti. Kufit e botës e pan, aleluja. Shëlbimin e hyjit ton, aleluja. Të lutemi, o hy, ti që më virgjërinë e fryqshme të së lumës Mari, i fale njerëzimit të mirat e shëlbimit të amshuar, bëj po të lutemi që edhe ne ta provojmë ndërmjetësinë e saj, në për të cilën merituam ta marrim birin tënd, autorin e jetës, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.